këto 12 vite ne kemi parë që asnjë nga këto pika nuk është marrë seriozisht dhe nuk është bërë. Disa nga komentuesit mund të pyesin me të drejtë si ka mundësi që ju do i bëni këto 4 pika dhe ku do i gjeni ju parat për t'i bërë. Shumë e vërtet. Tani normalisht është në 2 drejtime. Drejtimi i parë është që ne kemi autostrada që ndërtohen me 5-6 herë më shtrenjtë se rajoni. Nuk po them 10 herë më shtrenjtë se kur i ndërtonte Partia Demokratike, se çmimet rriten edhe referencat ndryshojnë. Po janë 5-6 herë më të shtrenjta se rajoni. Dhe nëse kjo ndalon, ja ku janë parat. Ne paguajmë për një incinerator që s'ekziston. Po ndaloj, ja ku janë parat. Ne paguajmë për PPP-ra që janë abuzive, me monopol tek ai që jep shërbimin, me riskun që e merr qeveria, dhe po ndryshuan dhe ato që do i ndryshojmë, jo po, ja ku janë dhe parat. Por dhe nëse nuk mjaftojnë këto para, nuk ka investim më të mirë dhe nuk ka borxh më të mirë që mund të marrë një qeveri se të investojë tek kapitali kryesor, që është kapitali njerëzor.